Përshëndetje shikues të nderuar të Plogu.news, jemi sot në një intervistë ekskluzive me politikanin Zjedin Sela. Zotri Sela, ju falemderit që pranuat ftesën tonë, po e filloj me pyetjen se cili do të jetë rrugëtimi politik i jashtëm i Zjedin Selës. Fillimisht më lejoni t'ju falenderoj për ftesën, kënaqësi që jam në këtë intervistë me ju sot. Natyrisht ju uroj suksese në punën tuaj që bani. Gjithmonë unë kështu e shoh dhe gazetarin në kërkim të vërtetës, dhe në punë pa lodhur për të vërtetën. Për shkak se unë kam disa principe në jetë, dhe një ndër ta është që pa rëndësi ka, është e pa vlerë ta dish të vërtetën, ndërkohë që s'punon për të vërtetën. Dhe kjo duhet jetë motoja e veprimit dhe e punës që bën gjithë secili, edhe e gjykimit që bën gjithë secili këtu në Maqedoninë të Veriut, por edhe gjithandej si njeri. Cili do të jetë rrugtimi? Rrugtimi është ai që ka qenë çdo herë. Ne kemi venduar standarde të reja në zhvillimet demokratike këtu në Maqedoninë e Veriut. Dhe këto standarde kanë bëjnë mbi të gjitha me atë se si e shohim konceptin dhe politikën në përgjithësi. Por ne demokracia është përgjithësi përpara premtimit që jep, jo rastisht Alianca për Shqiptarët që unë kam udhëheq dhe udhëheq, është serioze përpara premtimeve që jep të qytetarit dhe mbasi mirë votën me qytetarit, pastaj realizon. Është ndër subjektet fatkeqësisht të pakta që çdo herë në zgjedhje në fushat është paraqit me premtim dhe pastaj kur është kthyer në fushatën tjetër, është kthyer me premtim të realizuar. Dhe për këtë unë mund t'ju përmend plot gjëra që kanë ndodhur dhe që i ka bë Alianca për Shqiptarët, duke nisë nga zgjedhjet e para parlamentare ku ne morëm pjesë, që ishin në vitin 2016, atëherë në platformën tonë politike kanë qenë një nga funksionet kryesore të shtetit të jetë shqiptar, dhe kjo ndodhi sot e kësaj dite ke krye parlamentare shqiptar, dhe jam i vetmi lideri që kur është zgjedh kryetari parlamentit para shqiptar kanë qenë prezent dhe kanë paguar çmim në lidhje me këtë. Ne jemi ato që kemi paralajmëruar që brenda 100 ditëve, mbasi marrim mandat nga qytetarët, do të cilin ligj për përdorimin e gjuhës. Natyrisht që nuk ndodhi brenda 100 ditëve, po ligji u përgatit brenda 100 ditëve, për shkak të zhvillimeve të 27 prillit, dhe natyrisht nuk pati kohë që fillimisht të sillet ligji dhe pastaj bëhet qeveria, se kjo ka qenë kushti jonë. Dhe e bëm ligjin për përdorimin e gjuhëve, jo ligj si në vitin 2008 që të rikthen të tanishmen, që ishte ligji imponuar nga VMRO DPMNE-ja në së kohë BDI-s, dhe prandaj për këtë ligj nuk kishte as ndonjë ankesë gjykatare kushtetuese, as ndonjë kundërshtim nga opinioni maqedonas, nga politikborja maqedonase, sepse ishte ligj i pavlerë. Dhe pse e sjell në vëmendje, sepse është pak a shumë e njëjta logjikë e veprimit. Dhe ne VMRO-ja po punon në drejtim të mos efektivitetit, mos realizimit edhe një postulati shumë të rëndësishëm tjetër të marrëveshjes tonë, që është përfaqësimi drejt dhe adekuat. Gjithë të paralajmërime që do sillet ligj për përfaqësim të drejt dhe adekuat, dhe nga ana tjetër ligjin që e propozon është VMRO-ja, këto tjerët që janë në qeveri vetëm i aplaudojnë dhe mundohen marrin meritët, por realisht ky ligj e bën paralizueshëm të drejtën e përfaqësimit drejt dhe adekuat, e bën paralizueshëm përfaqësimin në institucionet e shtetit të shqiptarëve, dhe ruan status quo si para vitit 2001. Këto janë vërtetat që ne i themi. Kështu që ne në këtë drejtim do të vazhdojmë që të punojmë për të qenë serioz përpara asaj se ç'nën kupton një organizim politik dhe ç'nën kupton një demokraci. Natyrisht jemi të vetëdijshëm që këto janë edhe shkaqet
sepse Alianca për Shqiptarët po kalon momentet shumë të vështira gjatë gjatësisë së saj politike. Dhe të thënë që kanë qenë mbi 8 vite që unë e kam udhëheqë Aliancën për Shqiptarët dhe e cila ka pas vetëm ngritje. Për një periudhë shumë të shkurtër, Alianca për Shqiptarët vetëm 4 vite dhe zori vendin e merituar në kuadër të tryezës së partive politike kryesore të vendit në 4 parë. Dhe fatkeqësisht me idenë për të ndërtuar një parti politike që nuk do të jetë në shërbim të themeluesit dhe kryetarit, unë edhe jam ndërhequr nga partia, kam dhënë ndërheqje. Po fatkeqësisht, ndërheqja ime u la në duar të gabuara pas të udhëheqja e partisë. Dhe vetëm një vit u desh që Alianca për Shqiptarët të përjetoj këto momente që përjeton. Kështu që, cili do të jetë e ardhmja dhe angazhimi në drejtim të kësaj, mu desh që të rikthej prapë në krye të partisë, në mënyrë që ta ndërtoj vizionin e një partie politike që është mundësi për të shpreh vizionin e vetë politik çdo shqiptar në Maqedoninë e Veriut, por edhe gjeneratat e ardhshme. Ideja im për Aliancën për Shqiptarët ka qenë një Aliancë për Shqiptarët që ka kufizuar mandatin e kryetarit në maksimum 2 mandate. Ideja im dhe vizioni për Aliancën për Shqiptarët është Alianca për Shqiptarët me 3, 4, 5 e pafundësisht ish kryetar të Aliancës për Shqiptarët, të cilët janë krah e kryetarit që do udhëheqë Aliancën për Shqiptarët. Kështu që punoj në drejtim të ringritjes të kësaj strukture politike, të kësaj ideje që nuk kërkon lëmosh, por kurrëzon establishmentin politik Maqedonës për të arrirë, për të realizuar vetveten këtu në tokën ku jemi të hedhur, por jemi të mbirë. Jemi autokton, këtë kuptim ka autoktonia, dhe ne do të vazhdojmë të jemi të vërtetë ashtu siç kemi qenë çdo herë, pa marrë parasysh se kujt i prishet rehatia nga e vërteta që ne e themi, qoftë nga bloku politik Maqedonës, qoftë nga bloku politik shqiptar. Tek pjesa juridike, konkretisht tek çështja e volave, normalisht e keni ankimuar vendimin, pritet që të vazhdoni me një lëvizje të re politike, apo ti bashkangjiteni qeverisë pasi që ditën e gjeshme kishit realisht një kërkesë apo një ofertë nga zotëria Zet Pejgjiti, cili do të jetë ai rrugëtimi konkret i juaj? Të pjesa juridike, fatkeqësisht kjo çështje ka ngel në dorën e sistemit gjyqësor për cilin gjithë ne e qartë është se si po vepron. Apo, përsa kohë që është kërkuar për Aliancës për Shqiptarët që unë udhëheq të përul kurrizin në mënyrë që fitoj këto betejë tjera juridike, apo, dhe ne nuk kemi pranuar një gjë të tillë. Shumë njerëz në opinion publik të llogarisin si kokfortësi, jo nuk është kokfortësi, është dinjitet mbi gjitha, por qëndruar drejt, apo dhe mos zhgënjesh votuesit të cilët dhe ato që të kanë besuar. Kështu që pa marrë parasysh epilogun që do të marrë kjo çështje në aspektin juridik, e dini si, unë dua ta llogaris veten në pjesën e atyre njerëzve që ndërtojnë. Kështu që kur nuk do të pushoj së ndërtuari, do të vazhdoj që të ndërtoj. Me shpresën që do të fitojmë në apel çështjen e përfaqësimit të partisë, që në zhargon thuhet vulat. Se me këtë ka të bëjë çështja e përfaqësimit të partisë, dhe uroj që ato të cilët ma kontestojnë të drejt, kur dihet saktë se kush e ka themeluar dhe kush ka sakrifikuar për këtë subjekt politik, uroj që t'jenë fundit që shfrytëzojnë atë që ndërton tjetri. Apo, sepse
në formën si sillen, kur shfrytëzon, kur dikush tjetër prodhon, nuk ka definicion tjetër ti quhesh parazit. Apo. Dhe nuk duhet ndihen mirë në likurin e parazitit kur përfitojnë mundin, kur përfiton nga mundi dhe aktiviteti I tjetrit. Apo. Kështu që ne nuk shqetësohemi nga këtë çështje sepse urojmë që epilogu t'jetë në favorin tonë, por sido që t'jetë, kjo nuk do të na ndalë që ne të vazhdojmë veprojmë politikisht, ne vazhdojmë t'i themi idetë tona që sot janë zgjidhje, që mund përmendim shumë momente, unë përmenda disa në hyre që I bën. Po ideja e bullgarëve në preambull është ide që unë e kam thënë nga viti 2014 dhe në çdo paraqitje publike kam promovuar këtë ide dhe sot imagjinoni dot, kjo është kurrëzimi I Bashkimit Evropian për Maqedoninë për të bërë pjesë e BE-s, apo nga lindin këto ideja. Lindin nga ideja që përderisa ti më llogarit mua për qindje në të drejtën e gjuhës, në të drejtën e flamurit e tjerë, atëherë numrat kur hyn në logjikën e numrave është relativi kjo gjë. Me që unë jam numër, unë du ta di se ç'numra të tjerë kam përballë. Dhe në momentin që bullgarët do t'hyjnë në preambull, do të shohim realisht se këto numra që tash me regjistrimin e fundit popullsisë janë diku ke 54%, të shohim kur të nisën bullgarët të lirshëm të mund të regjistrohen, sa do t'jetë realisht I numër. Apo jo. Kështu që me këtë do të them që nuk e kemi ndërmend që të japim veten dhe të dorëzohemi përpara përpjekjeve për ulkurrizin që e thash pak më herët, do të vazhdojmë betejat tona politike pa marrë parasysh se ç'emër do të kemi. Sepse vlerësoj që madhështin emrin të një partie ja shtojnë kuadrët politik që I krijon ky subjekt politik. Apo qëndrimet politike që mban ai subjekt politik, dhe jo një tok fjalësh ose 2 shkronja që merren nga ato tok fjalësh ose 3 shkronja. Apo ja. Kështu që pa marrë parasysh si do të jetë epilogu, ne do jemi ato që kemi qenë, vërtet dhe konkurrues në skenën politike, dhe është vetëm Alianca për shqiptarët duke u rikonsoliduar që do të jap zgjidhje këtij problemi të një hutie që po duket në opinion tek qytetarët, për shkak se ajo që ndodhi në 2024-shën, dini kush është, u prishën linjat dalluese ndërmjet subjekteve politike dhe prandaj tash populli është në konfuzion. Dhe çdo hap që ne kemi marrë, qoftë edhe ndarja nga KI-ja, ka të bëjë me këtë, ne duam që të definojmë linjat dalluese, sepse pa linja dalluese, ndërmjet minimumi 2 opsioneve politike, nuk je në demokraci dhe në sistem shumë partijak, po je në monizëm, apo jo. Edhe është fatkeqësisht kjo situatë krijoi mundësi për aktor politik jo serioz, që I quajmë vetin lider, por që realisht në çdo veprim që bëjnë duket që janë në varfshmëri nga partitë politike maqedonase dhe për momentin nga VMRO dhe PMN-ja. Dhe këta e dëshmojnë me çdo paraqitje të tyre publike. Apo jo. Kur një udhëheqës i një subjekti politik pranon rolin e vasalit ndaj një subjekti tjetër politike, sidomos në një subjekti politik maqedonës, ti s'meriton të quhesh as kryetar e jo më lider e një partie politike. Apo, sa I përket temës tjetër që të tjerë flasin se të gatshëm për këtë ose për atë, ne kemi kujdes për imazhin ton. Ne nuk vlerësojmë që në qeveri hyet për të marrë ministra, ne vlerësojmë që qeveri hyet për të realizuar pika programore nga premtimi që u ka dhënë qytetarëve, sepse e thash, në demokracinë e kuptojmë si përgjegjësi përpara premtimeve që u ka dhënë qytetarëve. Unë kam thënë në shumë paraqitje që ne jemi të interesuar të diskutojmë për disa tema, siç janë ndryshimet kushtetuese, heqja e 20%-shit,
Badenteri në gjykatën kushtetuese për shkak të pengimit njëre përgjithmonë të majorizimit që kishte për tendencë me marrëveshjen e Ori që të pengohet nëpërmjet parimit të Badenterit, por sot e pam që me veprimet e fundit që bëri gjykata kushtetuese balancuesi edhe tendencat për ta bërguar disa nene të ligjit për përdorimin e gjuhëve, u pa që nuk është kompletuar ideja e pengimit të majorizimit ose mbi votimin nga ana e Maqedonisë, sepse kur ti ke, ku di unë, Këshilla Komunal ku është implementuar Badenteri, kur ke parlamentin ku është implementuar Badenteri, dhe çdo vendim që sjellin këta mund të ërtëzohet nga gjykata kushtetuese, i bën që kupola e vendimarrjes për çdo ligj që ti e sjell sot, ku di unë para 20 vitesh, gjykata kushtetuese në çdo moment ka të drejtën vetëm me një iniciativë që mund të provokojnë vetë një 3 qytetar, apo dhe mund të arëzojt të drejtë. Më thënë çfarë ka arrirë, s'ka arrirë asgjë. Kështu që kupola në të cilën duhet të sigurohet tani Badenteri në mënyrë që t'jenë të mbrojtura ato ligje që i mbrojnë shqiptarët përherë, është Badenteri në gjykatën kushtetuese. Kështu që edhe kjo është një temë të cilën ne kemi, unë e kam thënë publikisht, si formë zgjidhje, dhe këto janë tema të cilat ne realisht mendojmë se duhet të diskutojmë, por nuk kam kohë të merrem me këtë çështje, të paktën deri në mbajtjen e kongresit, që e kemi të paralajmëruar diku në 30 maj, do ta mbajmë kongresin e Aleancës i rregullt, i Aleancës për shqiptarët, dhe nga ky pas kongresit pastaj do të jenë temat të cilat do të zhvillohen në vazhdimsi. Realisht që keni menduar të këfjallëshin e lëvizjes së re të juaj politike, nëse a priori nuk në apel nuk e fitoni gjyqin? Në gusht, para zgjedhjeve lokale, ne kemi regjistruar një subjekt të ri politik, për shkak se fatkeqësisht skena politike është mbushur me plot aktor politik të cilët nuk kanë fjale, beja se dormi. Apo, epilogu me lidhje me vullat po shkonte në pafundësi. Unë kur kam koalicionuar në vitin 2024 me BDI-n, një ndër shkaqet dhe e vërteta kjo ishte se unë u lash pa mundësi për të konkuruar në zgjedhje. Ishin dy rrugë, ose të largohem nga skena politike dhe me këtë të realizohesh të objektivi i shërbimeve sekrete të cilët u realizuan nëpërmjet Arben Taravarit, apo për të më eliminuar mua politikisht, ose do duheshte ti bashkangjitem një koalicioni pa mundësi të vullave me të cilat dorëzohet lista për garu në skenën politike. Ishte ezauruar edhe e drejta e konkurimit si i pavarur, sepse ky ishte likësia e veprimit që u bë atëherë, pra pa shpine, në momentet fundit, u lam pa zgjidhje, sepse ky është plani që duheshte ta ekzekutoj Arben Taravari, siç duket i urdhëruar nga shërbimet, të cilët nuk ja duan mirën shqiptar, apo jo, në brenda, por edhe nga jashtë. Cilat shërbime konkretisht? Jo, nuk mund ta kemi informate, nuk flas se si ngjan veprimi që bën, sepse kur ti anashkalon organin kryesor të partisë, këtu ndodh përçarje. Statutet e partive jo rastësisht kanë organe të cilët janë më të fuqishme ndërmjet dy kongreseve që është Kuvendi Qendror, ose varet si i quajnë partitë tjera, këshilla, ku diu çfarë. Në Aleancë për Shqiptarët organi më i lartë ndërmjet dy kongreseve është Kuvendi Qendror, dhe çdo moment kur ka përplasje idesh, nëse nuk debatohen këto ide në Kuvendin Qendror, dhe ti i hik Kuvendin Qendror dhe shfrytëzon vetëm një vul për të dërguar lista deputetësh ose për të bërë koalicione, ti fatkeqësisht ke hyrë me misionin për ta çuar një plan deri në fund me patjetër, sepse ke marrë urdhër, se në fundit, nëse idetë janë për të mirën e asaj që përfaqëson, që është populli, dhe partisë që udhëheq,
Tërës gjithë keqe s'ka që këto ide t'i hedhesh në kuvend qendror, të debatohet, të votohet, në qoftë se fiton ideja, ecet përpara, në qoftë se humb ideja, ecet përpara me idenë tjetër. Apo, kështu që në këtë drejtim unë them që janë gjitha sinjalet, të cilët të tregojnë që këtu është çështje shërbimesh të cilët e bën atë që bën me Aleancën për Shqiptarinë. Por quhet, ne kemi bërë lëvizja shqiptare, quhet subjekti i ri politik që kemi regjistruar vetëm brenda një dite e dy. Dhe në këtë kemi garuar në zgjedhjen lokale si subjekt juridik, apo po gjithmonë nuk kemi heqë dorë nga betejë juridike për Aleancën për Shqiptarët, për shkak se ai që ka sot vullën nuk meriton të jetë vazhdimësi e Aleancës për Shqiptarët, sepse gjërat në politik janë të matshme. Duhesh me tregu cilat janë vlerat, cilat janë, këtë unë ato 5 gjëra, ose 2 gjëra, ose 1 gjë që i ke sjell në të mirë partisë që ke udhëheq, por edhe popullit që përfaqëson. Apo, dhe ka ai që ka vullet, këto rezultatet në mbojnë. Apo, e vetëm më vlerë që e kam pas rastin që ta shoh në paraqitjet e tij publike që dhe kur pyetët se pse çfarë ndodhi, thotë ne sollëm ndryshimin dhe e reformuam BDI-n. S'është puna e kërkuj që të reformojë BDI-n, BDI-n le ta reformojë aktivi politik i BDI-s, nuk është çështje edhe një partie tjetër politike. Ndërkohë që dëmet dhe pasojat i bëri shumë dhaja. Por prandaj thash, ne e regjistruam për shkak se nuk duhet ngelim peng e dëshirave politike, subjekteve tjera politike, qofshin të shqiptarë. Në ndërkohë presim epilogu dhe urojmë që pastaj të vazhdojmë me Aleanca për Shqiptarët, por në të kundërtën e thash, nuk i kemi problem, vazhdojmë me çfarëdo lloj emri, sepse ne kemi kujdes vetëm për një gjë, emrat dhe mbiemrat tonë të jenë vërtetët pa marrë parasysh se çfarë emri partie qëndron mbrapa, por çdo herë do të jetë shqiptar. I cebët që sa të kudo politikisht keni qenë të kushtuar me karrierën e juaj politike, sa të vështirë e kishit kushtunguar dorën e Mentufashit të kamparat të bibin e parë, si që raporti nuk arritët sa të kudo t'i ftohnit raportën ndër personale apo vazhdohet me rezerva ndaj njëri tjetrit? Unë nuk e kam, unë do ta kisha problem dhe do të skuqesha në momentin që kam thënë të pavërteta për dikën në opinion. Apo, dhe këtë kam parim njëtë. Unë nuk kam fol pavërteta për asnjë aktor politik. Nuk kam shku në ekstreme për gjëra të cilët edhe duke pas dëshmi duhet për typësh edhe t'i thuash. Unë nuk e kam bërë këtë me asnjë, qoftë dhe njeriu që apostrofoni, kundërshtarët politik mund gjykohen për veprimet politike që bëjnë, po jam me çështjet pavërteta të cilët janë turpshme edhe për t'u përmendur. Kështu që ana tjetër, e dini si shembuj të bashkëpunimeve partijake ndodhin. Jo vetëm tuk e ne, ndodhin gjithandej. Dhe në gjithë këtë katrahur që ndodhin. Natyrisht që ka edhe të mirat e veta, sepse lëvizin gjërat jashtë një pozicioni i cili nuk është në rregull me gjithë të armiqësi politike, se sido që tjetë ne duhet të arrijmë në konstatimin që ne nuk jemi të lirë sa duhet Maqedoninë e Veriut, ne nuk jemi të barabartë atë që duhet të arrijmë në Maqedoninë e Veriut, ne kemi armiq që mundohen na mbajnë jo të lirë dhe të shtypur, dhe që mundohen çdo ditë na bëjnë qytetar të kategorisë 2, 3 dhe mos jemi të barabartë, dhe duhet me bashkërisht me gjithë të aktorët politik të konstatojmë që armiku i kryesor politik janë ato që janë nga bloku politik maqedonës që pamundsojnë barabartësinë dhe shqiptarët Maqedonisë të marrin atë që u takon. E parat mos trajtohen si pakic, sepse nuk mund trajtosh si pakic një popull autokton dhe që është minimumi mbi 1/3 e numrit përgjithshëm popullsisë.
dhe që është i vendosur vetëm në pjesën perëndimore të shtetit ku përbën shumicë, dhe që paska pas kapacitete të bëj luftë, apo të destabilizoj shtetin, por edhe ta mbaj stabile Maqedoninë e Veriut për sa kohë që është në shteti pavarur. Dhe pa shqiptarët të gjithë konstatojnë që Maqedonia nuk mund të ketë perspektivë dhe ardhmëri. E vetvetiu kjo, ti nuk mund të bën shumicë dhe të barabartë. Pakica dikush quhet, pakica që kemi në shtet, po që nuk përbëjnë më tepër se 1%, 2-3% e numrit përgjithshëm të popullsisë dhe që janë shpërndarë gjithandej në shtet dhe që nuk mund të bëjnë ndonjë kushtimisht problem ose nuk janë ndonjë faktor edhe për zhvillimin e shtetit. Apo jo. Kështu që kur ti të gjithë këto kritere i ke, apo dhe nga ana tjetër këto janë ato që mundohen që në një realitet binacional. Kjo është e vërteta që duhet të themi, sepse janë establishmenti politik maqedonës që këtë realitet mundohen të kamuflojnë me atë që edhe ne shpesh e përdorim në një realitet shumë etnik. E vërteta është që Maqedonia ka realitet binacional, shqiptarësh dhe maqedonësh. Kjo tjetra e përfshirjes të gjithë tyre pakicave tjera në preambull, ka për qëllim vetëm e vetëm që në një forme të bie në hije ky realiteti i këtij mbi 1/3 e numrit të përgjithshëm të popullsisë. Dhe pastaj te kjo nisin ngatrohen për ditë kur ne kërkojmë që institucionet të funksionojnë me dy gjuhë. Apo? Dhe argumentet e këtyre janë, po pse atëherë jo edhe në gjuhët tjera? Okej, fundi edhe në gjuhët tjera ti, për shembull, debati për Safe City, mesazhet, në çfarë gjuhët vijnë, apo cili ishte argumenti i Toshkoska dhe i këtyre? Po pse duhet të shkojë, po pse mos i përmendim edhe gjuhët tjera? Përmendit sepse ti këtë don, këtë realitet. Prandaj këtu edhe kisha fjalën të dalte, përgjigja që thatë. Kisha fjalën që po, komunikim ndërmjet aktorëve politik shqiptar duhet ketë. Jo rasisht, në skenën politike si kryetar partije kam dalë me idenë e tryezës së përbashkët të partive politike parlamentare shqiptare, në mënyrë që kjo tjetë vendi ku bashkohen gjithë ndasit që krijohen si rezultat i zgjedhjeve, jo për të pi kafe me njëri tjetrin, por në emër të disa pikave programore që i premtojnë përpara qytetarëve. Ku diun, për këtë cikël zgjedhor 3 ose 4 ose 5, për ciklat tjera zgjedhore 3 ose 4 ose 5 tjera, por që do realizohen dhe jo të ngelin në nivel premtimesh, dhe kjo është forma më e mirë se si përfiton shqiptari, i thjesht, i zakonshëm, qytetar, nevojtar, nga veprimi politik që bëjnë partitë politike shqiptare. E në drejtim të kësaj, edhe atë që ju e përshkruajt e të zgjatën e dorës, unë jam i gatshëm të zgjas dorën se cilit i cili do të bëhet mburoj për të penguar qëllimet e një subjekti politik si çështë vëmëroja, e cila erdhi me premtimin e heqjes. Kjo ishte kryefjala e fushatës tyre, dhe kjo është kryefjala e veprimit të tyre politik sot. Ato thamë, ne do heqim balancuesin dhe e hoqën, do heqim ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe bëjmë përpjekje për ta heqë. Do heqim qeverinë teknike, do heqim marrëveshjen me Bullgarinë, do heqim emrin e ri të shtetit për këtu zguxojmë. Apo? Dhe dje e pam që e hoqën edhe qeverinë teknike, dhe unë i kam parashikuar që do të vinë këto situata dhe natyrisht që u dash që të bëhet një blok i fort për të penguar që të kthehet një vëmëro e fort fillimisht, dhe fatkeqësisht edhe kjo ka të bëjë me zhvillimet në Aleancë, apo patëm një Rahman Morin brenda që pastaj prishi planin dhe që kjo është e vërteta, unë s'kam se ti veçer i kujtoj opinionin, a ju kujtojt që marrëveshja për koalicionim duke shkel mbi legitimitet akoma pa u shpreh verdikti i qytetarëve, u bë një ditë përpara zgjedhjeve ndërmjet Arben Taravarit dhe Kristian Mickovskit. E tani, nuk mundet gjërat vetëm të
lihen kaluarën duke thënë, po mirë, gabimi ishte jo. Gabimi kërkon kërkim falje. Po edhe kjo nuk mjafton, sepse kur kërkon falje, ti kërkon për të rehabilituar veten dhe për të rehabilituar veten. Falja e vërtet është hapat që bën, në mënyrë që problemet që i ke shkaktu dhe ati që ja ke shkaktu, këtë rast popullit, apo, të ndihet më mirë. Kështu që në këtë drejtim, unë vlerësoj që unë do t'jem çdo herë i hapur për zgjatje dore, me gjithë ato me cilët do t'i çojnë, do t'na bëjnë më të barabartë si shqiptar, dhe që do t'jenë në një mend në betejën që i duhet bërë politikave të cilët kanë për qëllim na sulmojnë ne si kom këtu në Maqedoninë e Veriut. Do thotë kërkoni publikisht një tërheqës të Tiranës apo pse jo edhe të Prishtinës së bashku Gabim e keni definicionin. Dini si, platforma e Tiranës ishte propagandë e imponuar nga VMRO DPMNE-ja në mënyrë që ne dukemi dhe Shqipëria zyrtare të duket si shtet që përzihet në punët e brendshme të Maqedonisë së Veriut tash. Apo. Dhe fatkeqësisht këtë argument VMRO DPMNE-s ja dha Bilal Kasan, duke dalur publikisht dhe duke thënë që ne jemi takuar në Tiranë, kemi bërë të marrëveshje. Dhe nuk është bën nga naiviteti. Prandaj cilësimet e tilla tryeze përbashkët e Tiranës ose e Prishtinës janë të dëmshme. Është tryeze përbashkët e shqiptarëve këtu në Maqedoni, që zgjidhen, që atyre partive të cilët zgjidhen si dhe të gjithë partitë të cilët kanë deputet në parlament. Dhe në qoftë se kjo do të funksiononte, që ajo bëj thirrje që të thirret, apo atëherë ne nuk do të kishim nevojë që t'i vendojmë në pozicione ose të bëjmë preskonferenca për nevojat politikave ditore, duke kërkuar për shembull më e fundit u bë thirrje gjithë partive politike të shkruan në iniciativën për ndryshime kushtetuese. Pa se çka ajo iniciativë, dhe duke thënë nga ana tjetër që akoma se kemi gati dokumentin. Apo. Reza e partive politike parlamentare shqiptare është shumë e nevojshme të thirrë tani. Jo tani, duhet të dje. Duhet sa më shpejt. Janë disa tema që qarkullojnë në opinion. Unë thash pagës përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Dhe duhet ulemi në tryezë përbashkët partive politike parlamentare shqiptare që flasin çfarë duan të arrijnë me përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Kjo që propozohet është mashtrim apo është përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i një mend. Kjo është mashtrim që nuk dallon nga balancuesi. Edhe balancuesi nuk ka qenë zgjidhje. Apo unë veç që kam përgatit ligj, sepse du të vendoj standardin, pa marrë parasysh a i kam numrat për ta kaluar apo jo, po du ta kaloj du ta vendoj standardin që shqiptarët ta shohin se si duhet duket ligj për përfaqësim drejt dhe adekuat. Sepse balancuesi dhe ky lloj ligji, dini si, kur pritet ta mund duket shumë shpejt, brenda unë veç më e kam dorëzuar për të rregulluar nga shërbimet e parlamentit, përkthime, këto gjëra dhe menene, po koncepti bazë është dorëzuar. Dhe shumë shpejt do ta dorëzoj për të, sepse dini çfarë, unë ndjek edhe debatin që zhvillohet, që është unë është merr ta dëgjoj debatin. Cili është debati kryesor që zhvillohet në lidhje me ligjin për përfaqësim drejt dhe adekuat, për shembull. Ju si gazetar me siguri e dini. Çështja që më tepër shtrohet është ligji nuk ka masa ndëshkuese. Apo falni. Po një ligj që të jep të drejtën, që ti të deklarohesh, si të duash dhe kur të duash, pa caktuar fat, pse duhet të ketë masë ndëshkuese? A do një ta them, ta zbërthej se pse s'duhet të ketë. Ky ligji i qeverisë flas, se ligji që e propozojnë do ketë masë ndëshkuese, apo? Sepse është çështje keq ky ligj.
dhe nuk realizon as përfaqësim të drejtë dhe as adekuat, dhe as nuk e rrit përfaqësimin e shqiptarëve dhe komuniteteve tjera dhe institucione, sepse lejon keq përdorimin. Për shembull, ja po e thjeshtësoj. Sot mund të hap konkurse në 5 institucione të shtetit, në të cilën kërkohet jurist. Apo në klinikën e Tetovës jurist shqiptar ose maqedon kërkohet, në drejtorinë e tyre publike kërkohet turk, në inspektoratin e punës kërkohet shqiptar, diku tjetër rom e tjere tjere. Ti ke drejt me këtë ligj. Të paraqesësh dokumentacionin që kërkohet, diplome, gjithë të gjëra. Të shkosh në notar, po të njëjtën ditë, se sot është hap konkursi, dhe ti bësh 5 deklaratë, në cilën njëra ndëthuash ndihem maqedon, këtë tjetra ndëthuash ndihem shqiptar, këtë tjetra ndëthuash ndihem turk, këtë tjetra ndëthuash ndihem rom, apo dhe të konkurosh në 5 vendet e punës. Apo. Dhe drejtori ose institucioni që ka hap të konkurs është imbuluar. Dhe qoftë se është imbuluar, do të thotë shko silleni deklaratë. Apo që kudo jetë në bazë të vendit punës që kërkohet. Dhe çka bën ti? E thotë ku mund ta dënosh ti këtë drejtor? Apo vetëm se do të sjellish një situatë ku shpesh e përmend. Nuk mundemi ne të themi që janë arrit objektivat e përfaqësimit drejt dhe adekuat nëpërmjet balancusit. Po, balancusi s'duhet të heq pas sjell një ligj më të mirë se sa balancusi, këtu dakord jam, apo se nuk hiqet diçka dhe pastaj mbrapa çojmë se len shprastir, apo kur ky balancus ka sjell një realitet. E dini ju që këtu në Tetovë, gjykata themelore e Tetovës, nga 20 gjykatas 15 i ka Maqedonës, apo po njësoj prokurorët janë me shumicë Maqedonës. Ndërkohë që është një gjykatë si që unë e fus në ligjin e ri për përfaqësim drejt dhe adekuat jurisdiksionin territorial, do të thënë kufirin ku e shtrin autoritetin të institucion. Gjykata themelore e Tetovës e ushtron, e shtrin aktivitetin në komunë Tetovës dhe gjithë komunët rreth e rrotull Tetovës, apo. Duke nis nga Tearca, Zhelina, Brvenica, Jegunovca, pak a shumë i përfshirë, apo Bogovina. Dhe kjo në nivel të këtij autoriteti, të këtij institucioni, shqiptarët me siguri janë mbi 90%, apo. E pra ky duhet të jetë realiteti që përfaqëson ky institucion në përbërjen e saj, në strukturën e saj punësuese. Edhe me gjykatës që janë barkës të funksionit pse ekziston ai institucion, edhe me prokurorët, 90% duhet të jetë shqiptarë, edhe gjykatës, edhe prokurorët, por 90% edhe administratës duhet të jetë shqiptarë edhe prokurorë, shqiptar nga komuniteti etnik, dhe ato komunitetet tjera po atë se janë përfaqësuar në kufi të këtij autoriteti që ushtron. Tani, po i njëjti realitet do të jetë edhe në po them në Shqip, ku janë shumë që është si realitet. Kështu që prandaj them që gjërat nuk duhet përdor vetëm për PR mediatik që po sjellin gjithçka, nuk duhet më u marr me formë, por duhet më u marr me esencë. Që prandaj tryeza e përbashkët e partive politike duhet thirrë edhe për këtë çështje. Duhet thirrë nga kryetari i Kuvendit Afrim Gashi, nga koordinatorët e grupeve parlamentare të partive shqiptare, nga kush konkretisht, nga ndonjë person intelektual procesuar nga udhëheqësit e partive politike parlamentare shqiptare. Me që ky rregull është prish, funksionoi për një kohë të shkurtër në vitin 2016-17, atëherë këto, ja po them, le ta marr përsipër ai që ka më tepër deputet fillimisht. Po kjo nuk përjashton që ta marrin përsipër edhe ato tjerë aktorë politikë që janë brenda. Nuk ka nevojë të bëhet publike dhe mediatike, po duhet të jenë një marrëveshje brendshme brenda nesh, në të cilën do t'i ulemi dhe do diskutojmë për shumë gjëra. Për shembull, sot është krijuar grupi punues për kodin zgjedhor, që është po ashtu moment shumë i rëndësishëm. Dhe
partitë politike shqiptare nuk kanë objektiva dhe propozim të përbashkët, se si do të duket njësi zgjedhore, si duhet duket sistemi zgjedhor në mënyrë që e të nxjerrim maksimumin nga ajo që del si rezultat i prezencës tonë që jemi këtu. Ne duhet kemi qëndrim dhe nuk duhet të lëshojmë pe as pak, diaspora duhet të jetë pjesë aktive e votimit për këtu brenda në shtet, dhe jo ti ta detyrosh diasporën sa herë ka zgjedhje të hyjë pa autobusve, aeroplanëve që të vihet votojë dhe nuk efektuohet në nivelin e dur. Regjistrimi i fundit, edhe pse u ndërpreh nga qeveria së koshme LSDM BDI, ne kemi qenë kundër për të ndërprerë ai pjesa, vetëm për 10 ditë mbi 200.000 shqiptar diasporës u regjistruan dhe u shtyr pastaj edhe për 6 muaj në gënjeshtrën që tash do regjistrohen, do kenë kohë të regjistrohen akoma më tepër, por 6 muaj tjerë u regjistruan më tepër se 15.000 tjerë. Apo, do thënë, kjo është në fuqi që e rrit përfaqësimin e shqiptarëve jo me 30 deputet, por mund ta bëj edhe me 40-45 deputet. Votimi me postë apo votim me postë, natyrisht. Dhe jo ti ta detyrosh diasporën që shkojë të votojë në ambasadë dhe atje radha për të votuar mund të jetë një 5.000 vetë. Po natyrisht që nuk mund të arrihet që ti të votë. Plus duhet të udhtohet me qindra kilometra që të, domethënë, këto janë lojra të cilat janë bërë fatkeqësisht për krahje edhe të partive shqiptare, në shkëmbim të pushtetit, ne me krenari themi që unë zgjedhin Sela dhe alianca që unë udhëheq, kur s'kam bë kompromise që dëmtojnë interesin e shqiptarit të Maqedonisë së Veriut, duke shkëmbyer me pushtetin. Dhe nuk e kam ndërmend që ta bëj kur një gjë të tillë. Prandaj them, Tryeza duhet të diskutojë këtë tema. Nuk mundet partitë politike të ndryshojnë qëndrimet rreth njësive zgjedhore. Sa herë që ndryshon pushteti dhe sa herë që partia më e fortë e Maqedonasit kërkon një model dhe këto i mbajnë ison ose e i aplaudojnë propozimi që ato kanë. Një njësi zgjedhore është e dëmshme për shqiptarët, për shumë shkaqe. U shpesh e them që njësi zgjedhore duhet reflektojnë po njësoj realitetin demografik që ka një shtet. Organizimi i shtetit po njësoj duhet reflektoj realitetin demografik që ka një shtet. Dhe me që po hapët tema e njësive zgjedhore, unë duhet më reflektoj realitetin që ka Maqedonia. Shqiptarë nuk kemë Maqedonin lindore. Dhe ti, duke bërë një njësi zgjedhore, nuk mund parandalosh mbushjen e kutive me marrëveshjet e partive maqedone në Maqedonin lindore dhe kjo të ndikon në numrin e deputetëve që do t'i marrësh se një njësi do t'jetë, apo jo, zgjedhore. Edhe në qoftë se çon njerëz të cilët funksionerë partijak po them për t'i mbrojtë kutit, vetëm se u ke kriju dhe u ke shkaktu probleme. Për shkak se kur konstatojmë që qasja e institucioneve të shtetit, policisë dhe gjykatave dhe të e konstatojmë për shkak veprimeve që vetë këto i bëjnë, apo sepse kur një emër mbi emër shqiptar do të përballet me një vepër, dënimin e merr maksimal, apo? Kur një emër mbi emër maqedon përballet me po të njëjtën vepër, dënimin e merr minimal, apo dhe shëtitet i lirë. Ke rastin e Almirit e plot raste, po fjalën e kam, duke quar ti aktivistë që të mbrojnë atje kutit, ai nuk është i mbrojtur as në uniforma e policisë, por edhe në qoftë se bën tendencë për të mbrojtur kutit atje, do jetë ai i cili do të vendohet, pastaj do të çohet gjyqeve dhe do të dënohet. Kështu që ka plot tema për cilën duhen diskutu, edhe BE-ja edhe ndryshimet kushtetuese, po si trup politik shqiptar, të bashkuar dhe të unifikuar rreth këtyre qëndrimeve. Besomoni që nuk do guxoj Mickovski pastaj të dalë me deklarata tipi që deri sa jam unë nuk mund kaloj ndryshimet kushtetuese dhe t'jam mbyll perspektivën europiane një populli të tërë. Keni qenë gjatë kësaj kohe në kontakt qoftë me Mickovskin apo me profesorët të Vlenit për të ishin në qeveri, normalisht për të biseduar dhe këtyre kauzave që keni ngritur? Unë gjërat i kam thënë publikisht, i bëj publikisht. Unë kontakt janë me aktivistë Aleancës për Shqiptarët, janë duke bërë kongresin, si që thash, dhe thash unë merrem me kongresin, vazhdim tjetër.
Hipotetikisht, sa do të ndikoj ky pozicion i juaj rreth zgjedhjeve të ardhshme, ashtu si i shihni rrethanat politike, besoni që do mundet të bashkangjeteni ndonjë bloku politik përsëri akrit apo vlenit, apo sikundra e shohim do dini vetëm në zgjedhjet parlamentare tash? Unë çdo herë kam qenë i thtarë idesë për dal vetë në zgjedhje, edhe atëherë pa marrë parasysh pa vërtetave që fliteshin në opinion. Problemi real brenda aleancës, akoma pa u ndarë, kur ishte Arben Taravari kryetar partijet, ishte ky. Arben Taravari kishte opcion edhe Vlenin edhe BDI-n. Edhe disa eksponentë tjerë brenda partisë, ndërsa unë isha i cili isha me idenë vetë. Sepse ti je vetvetja kur je vetë në zgjedhje, kur garon, apo nuk ke nevojë të marrish nga s'do të jem shumë i vrashë në fjalor, po nga për të shpreh, s'ka zgjidh keqe, nga pislëqet që kam bë aktor tjerë politik, unë ka pas koalicionin, ka të gjithë aktorët politik në skenën politike që ekzistojnë, dhe ti je vetvetja kur je vetë në skenën politike, sepse je edhe më i lirë që të shprehesh, për ti zbardh fenomenet që populli ka nevojë që ti zbardhejnë fenomenet. Dhe kur bën koalicion me ndonjë aktor tjetër politik, ti detyrohesh që të heshtish, për shkak se tani ka disa norma sjellje, kur tjetrin e ke në krah, nuk mundesh ti të thuash gjëra të cilët do ta bënin ata të ndihet jo mirë. Apo kështu që prandaj them që ne punojmë në drejtim të asaj që të ndërtojmë partinë, të rikthejmë në kondicionin e nevojshëm dhe të dalim përballë qytetarëve ne që jemi, jo me tjerë që kur mund të jenë të mirë, mund të jenë, nuk e di, po ato që janë, po secili, jo, nuk hyn atë debat. Nuk është, jo, ato që janë mirë, unë i marrë parti politiket e unë, në qofë se vinë, në qofë se zvinë, shështë tjetër. Kush, për shembull, pasi që po flisni shumë nuk e kam të drejtë, për shkak se në anën tjetër ka edhe një parim tjetër. Unë nuk mundem të ndikoj se cilë do e uli në kryes partive politike shqiptare, sepse kjo është vullneti shqiptare. Apo do ti veç do pajtohesh me vullnetin shqiptare. Konkretisht, besoj që figurat të reja intelektuale do fosin e për te, keni ndonjë emër të përveshëm, apo tani më keni arritur të akordim me ndonjë figurë publike? Natyrisht ato gjëra do të bëhen mbasi të kalojë fillimisht kongresi dhe pastaj nisë. Do të sketë? Patjetër, ne jemi të hapur ja dhe u apeloj të gjithë ato të cilët mendojnë që në Maqedoni duhet një politikë bërë ndryshe. Të gjithë ato të cilët mendojnë që ndryshimi real në skenën politike, që është i shëndosh, vinte nëpërmjet aleancës për shqiptarët dhe jo të shitet atë që përgatiti aleanca për shqiptarët. Ne e bëm gati ndryshimin dhe u shit pastaj dhe u dha Vlenit. Pastaj kërkohet dhe debati zhvillohet në drejtim të asaj, po s'ka ndryshim, po s'mund të ketë ndryshim kur mendësia që që është e njëjtë, si ajo që ka qenë përpara 20 vite. Apo? Dhe prandaj u bëj apel intelektualëve që të bëhen pjesë e këtij organizimi politik, se vetëm nëpërmjet aleancës për shqiptarët do të ketë ndryshim të një mend dhe qasje, qoftë në raport me, sidomos në raport me partinë politike maqedonase, kush do qoftë ajo në qeveri, dhe Aleanca për Shqiptarët nuk bëhet pjesë e qeverisë pa arritje marrëveshje programore. Keni kontakt? Ju në qoftë se e shihni tani këtë qeverisje dhe shihni programin e qeverisë që u arrit në emër të ndryshimit, apo ju nuk i keni asnjë pikë, asnjë presje, e jo më një fjali nga programi zgjedhor i Vlenit. Kjo nuk është thjesht partner në qeverisje, kjo është thjesht substitut. Po di unë vegës, pateric, si duhesh quaj, e asaj që ka përparlu programi që është Dhomarot dhe Pomaneja, dhe më e keqa je ai që i jep legitimitet
politikave diskriminuese që i bëhen popullit tënë. Kjo është shumë e keqe dhe e dëmshme. Më mirë mos ekzistosh në politikë, sepse të lush rolin atij që legjitimon politikat edhe shoveniste mund t'i quash, apo dhe diskriminuese dhe shqiptar. Keni kontakte me krahun që është koput nga Taravari, kjo këma Ziraliu, me Mozamboson, por edhe me Advent të tajnë të pritit prej... Jo, unë nuk kam paragjykime ndaj kërkujt. Antarët e Aleancës për Shqiptarët duhet kthehen në Aleancën për Shqiptarët. Gjithë ato të cilët kanë qenë sinqert e drejt, që kanë besuar në kaos dhe ide, në platformë, sepse i vetëmi subjekt politik, skenën politike që vazhdon besoj në këto gjëra, është Aleanca për Shqiptarët. Shumë flitet 20 vjeçar, duhet patjetër që ta kenë, ose 25 vjeçar, se 25 vite kaluan nga marrëveshja e orët, apo? Shumë gjëra janë të falshme, por nga ana tjetër, ne e dimë cilin fenomen përballemi. 24 vite janë një brez, dhe 25 vite janë një brez, apo? Kaq llogaritet, një brez. Mund t'i fal atyre që kanë udhëheq pushtetin dhe politikat e pushtetit shumë gjëra, nëse do të varet që unë t'i fal. Apo? Po një gjë s'do e kisha fal, se po 25 vite krijuan popull. Krijuan popull që është mirë të krijosh popull, po jo popull servil. Nga një popull krenar, me dignitet, me ideale brenda vetes. Nga parti me programe dhe platforma, e zhvesh popullin dhe partit nga çdo program dhe shndruan në interes personal, mjet të jap. Dhe kjo është vlerësoj unë, nuk dia të bini dakord, problemi kryesor me cilën përballen tani të gjithë organizimet politike. Unë jam munduar gjatë karrierës tim politike që të krijoj këtë tjetrën, idealin, sepse besoj, e kanë thënë edhe shumë mbushtetas tjerë që popull që s'kan ideal janë destinuar që shkatrohen, po shtetet më të fuqishme në botë janë të fuqishme për shkak të idealit që kanë brenda vetes, apo. Neve po i shndrojmë në demode shumë gjëra. Është fatkeqësi kur ti përmend gjuhën që po të nëpërkëmbët në çdo moment, në çdo hap nga establishmenti politik maqedonës, dhe është me të vërtetë tmerr kur shqiptari në gjuhë shqipe thotë lehet ç'është një gjuhë. Ndërkohë që gjuhë është një element i kyç. E para, është ai segmenti i fundit që ti e humb dhe asimilohesh plotësisht. Prandaj është e rëndësishme që të ruhet. Apo? Ditën e fundit apo javët e fundit e kemi parë fenomenologun në ambiente apo pranë liderit të OBD-s Ali Ahmeti. Si është raporti juaj tani më me kryenologun? Pyetni kryenologun në lidhje me këtë çështje. Pasi ka qenë një ndër njerëzit e juaj më të ai kishte çfarë kishte për të thënë nga njerëzit më të afërt. Që thjesht pjesë e organizimit politik të Aleancës për Shqiptarët, si gjithë të tjerët, apo një tjetër gjë është cili është percepcioni që mundohen ta krijojnë opinionin, është deklaruar në lidhje me pozicionin e tij, ndërsa për pjesën tjetër do duhet ta pikni ato. Kam drejt të përzihem njerëzve në jetën e tyre që bëjnë, me kë janë, ku rrinë, nga çfarë bëjnë. Rikthehemi në kohë tek pjesa e 27 prillit, tani më që kanë kaluar vite, besoni që ai moment konkretisht personalisht tek ju realisht i ka vënë një barikadim raportit tuaj me VMRO, e kemi parë që keni qenë gjithmonë i tërhequr në raportet konkretisht me Partinë Maqedonase së VMRO. Ishte ky shkaktari i mosmarrëveshjeve me Albin Taravarin, pasi që ai arriti marrëveshje me VMRO që ta ndihmoi në rondën e ditë në zgjedhjet e Vusivarit, konkretisht në zgjedhjet lokale. Në zgjedhjet lokale të vitit 2021 unë kam bërë bashkëpunim, kam qenë kryetar partia së kohë me VMRO DPMN, po dhe unë jam sqaruar në lidhje me këto tema prej atëherë. Aleanca për Shqiptarët ishte në opozit, partitë në pushtet
oferta ime ishte kërkesa ndaj BDI-s që t'i lejmë koalicionet me partitë maqedone, të dalim përballë me ne vetë partitë shqiptare, në mënyrë që mos ndodhe ky fenomeni që tash edhe nga e cili ankohet BDI-a që Maqedon po në zgjedhin kryetar të komunën. Vërtet është, sepse shumë ka fitu BDI-a më 2017 stru. Në çdo vend votim shqiptar, unë kam fitu Ramiz Merkur 4-1, 5-1, 3-1, gjithë. Pastaj raundin e dytë u bashkuan të gjithë maqedonasit dhe e pritën si hero Ramiz Merkur BDI-a këto në teto. Të në vërtet, që do të thënë. Apo. Kështu që kësaj oferte time për të përballë me njëri tjetrin dhe jo me koalicione me parti maqedone, ato u përgjigjen heshturazi duke zgjat dorën Zoran Zaevi me zotin Ahmeti për të bërë koalicion. Apo. Dhe kësaj natyrisht që unë nuk doja që t'jem njeriu që pengoj, sepse percepcioni që krijohet që këto bashkë natyrisht që do i fitojnë juve që jeni veç e veç. Unë nuk doja që t'isha shkaku dhe të krijohet percepcioni se unë edhe për dimenzionin njerëzor kam pas kujdes ndaj këtyre jo njerëzve si Arben Taravari. Apo, edhe për këtë kam pas shumë kujdes. Nuk doja që të perceptojmë si njeri që nxjerr kandidat për të humbur. Dhe bazuar te kjo unë kam përbi shumë nga vetjet dhe unë në shpalla bashkëpunimi. Kjo është e vërteta, se Arben Taravari mund të ketë pas marrëveshje brendshme të fshehta pastaj, që vëmëroja të përgatise skenën politike si mbas apetiteve të veta që ka, si që po e bën me Vlenis. Apo jo. Dhe ky bashkëpunim e vërtet është që funksionoi vetëm gostivar. Dhe në Strug nuk na dhan votat, në Tetov nuk na dhan votat, ja dhan Bilal Kasamit, apo vëmëro dhe po më në jetë. Dhe rezultati ishte ai që ishte, për të ngrit figurën e Arben Taravari. Realisht, këtë kompromise kam bërë edhe për një aspekt tjetër njerëzor. Dhe kam thënë prej atëherë, nuk po ndryshoj në i gjë nga qasja që kam pas. Realiteti politik Maqedoni është ky që është. Unë nuk e zgjedh se kush do të jetë partia fituese ose humbse dhe partia e fortë ose e dobët tek maqedonasit, të këtë zgjedhin maqedonët, apo. Unë në momentin që ti vendohesh në pozicionin e një partie politike shqiptare të fortë, natyrisht që do duhet vi dita që ti duhet të bësh koalicion me njërin nga këto parti politike. Apo? Dhe unë nuk mund të isha pengesa, megjithse nuk ishte për shkaqe personale 27 prill, ishte për shqiptarët. Apo jo? Dhe unë nuk mund të isha pengesa që të zhvillohet në kuptimin pozitiv të fjalës, po e them, loja dhe demokracisë, të funksionojë demokracia këtu në Maqedoninë e Veriut, që nënkupton koalicionet edhe me partitë politike maqedonase, se kjo është koncepti i legitimitetit të cilin është kel dhe që keq përdoret nga ana e vëmëro dhe vëmënes. Dhe tani, kam arrit konstatimin që ky akull duhet thyer, për shkak se kushdo që do e bënte një gest të tillë pas meje, në qoftë se bëja unë, do të quhet tradhtar. Kështu që për këtë fundrin, unë edhe në këtë dimenzion kam pas kujdes. Që të mos duket, do me thënë ja kam përgatit tereni që mos jetë ai i pari, që mos duket si tradhti, sepse unë përgatitesh avash largohem, sepse po përfundonin 2 mandatet. Apo ja. Mirë po, në atë lloj karakteri, po nuk pres që t'jetë mirë njohës në lidhje me këto gjeste dhe këto veprime të cilet i kam bërë. Ndërsa sa i përket 27 prillit, unë kam qenë aty dhe do t'isha përsëri. Sepse kur merre mandat prej popullit, na e mendje. A don të dalish dhe të përfaqësosh popull apo jo? Në qoftë se don të përfaqësosh popull, duhet dish që ka edhe rreziqe. Vetëm ju nuk u sulmua të Xhaferi apo nuk sulmua të Sandrobi. Po unë vazhdoj sulmohem. Tash që rikujtoni, mund të parafrazoni pak brenda vetes në një arsi. Unë vazhdoj të sulmohem. Sulmova për idenë e bashkimit në një tryezë të ideve të ndara të partive politike shqiptare në mënyrë që të përpilohen pastaj idetë të bëhen realitet. Apo. U sulmova për atë që unë vazhdimisht e thoja dhe që po e zbatoja në fushat,
dhe që pastaj mbrapa e morën si shembull shumë parti tjera politike, tani kanë zbejnë. Apo, ne kemi qenë pare që kemi folë që jo kërkesa partisë politike, Maqedonësit që fiton pushtetin, po kusht. Apo, dhe me kusht të shkriu qeveria e Zaev 1. Dhe prandaj u bë ligji për përdorimin e gjuhëve, se ndryshe nuk do të ishte bë. E këtë idenë e kushtit pastaj nisën ta implementojnë edhe partitë tjera politike. Në 27 prill nuk u sulmu personalisht Zjedhin Sela, u sulmu ideja që përfaqësonte Zjedhin Sela. Dhe vazhdimisht sulmohet ideja e Zjedhin Selës nëpërmjet ja edhe këtyre zhvillimeve në aleancë, nëpërmjet ja edhe këtyre 1, 2, 3, 4, 5 aleancave, të cilët kanë për qëllim, këtë unë këta emër ta bëjnë të lodhshëm dhe të mërzitshëm, t'ja humbin namin dhe në përfundimisht ta shkatrojnë këtë parti politike. Kështu që ky ka qenë shkaku tani. Pset? Unë do të kisha dashur që unë kam edhe plot pse, po do të kisha dashur që këtë pyetje të parashtrohej çdo shqiptar vetes. Pse u sulmu Zjedhin Sela dhe jo Bilal Gasan? Pse u sulmu Zjedhin Sela dhe jo Ali Ahmeti, Talat Xhaferi, gjithë tjerët të cilët i përmendët ju. Hajde, le t'i bëjnë pset në kokë dhe do e marrin përgjigje se këtë duhet për krahin nesër. Është e drejta e tyre. Unë fatkeqësisht nuk arrit ta kuptoj se nga lëviz ky popull. Po marr për bazë vitin kur kam dhënë drejtje për kryetarit të partisë. Dhe vitin 2023. Ku në tetovën mora 777 duar. Do nuk e kam përgjigjem pse. Isha i vetmi subjekt politik që 2 vite pas zgjedhjeve parlamentare ka marrë tetovë me premtim të realizuar prej opozite. Ligjin për shtetësi kam thënë që do e bëj, po ma dha pushtetin, nga opozita 3 muaj ditë bllokova parlamentin dhe e bara ligjin për shtetësi. Me mira, qytetarë shqiptar kanë marrë në shtetësinë si rezultat i atij ligji që unë vete kam bërë. Mirë, kjo po ja mbul dhe kam bërë ligj. Apo këto tjerët që kanë titull, kështu kemi universitete, kur nuk e vrasin mendjen që thonë ne kemi një ligj për përfaqësinë drejt adekuat. Ama gojën plotë kemi universiteti shqiptar, universiteti kjo. Nuk kam pa në një ligj që të vije nga universitetet, qoftë si një projekt ideje, për t'u adërzuar partive politike ose iniciativën që ta bëjmë vetë. Fatkeqësisht, as BDI-ja aso kohë kishte premtimin për kryeministrin e parë shqiptar, erdhi se kishte bërë kryeministrin e parë shqiptar, se bëri vetëm fund, 100 e fundit. As PDSH, as Alternativa, as BES, e gjithë. E dini ku ishte ndryshimi? Ne ishim me vetëm një parti që ishin në opozitë. Të gjithë të tjerët ishin bërë pjesë e pushtetit. Dhe në vend që të shpërblehesh për zotim të mbajtur përpara popullit, ti dënohesh. Dhe kjo nuk i lën shihet mirë politikës, unë vazhdoj të mendoj që ti duhet të jesh skenën politike kur u qëndron zotimeve dhe premtimeve që i jep popullit. Ma unë nuk e kuptoj se pse duhet dënuar për këtë fakt. Tani më që e shohim që Alianca për shqiptarët vazhdimisht po përçohet në disa krah. Nuk është e vërtet në disa krah. E dini si, e vërteta është kjo, sepse mediumet shërbejnë Mbushur me fraksion. Mirë pra, dakord. Mediumet Sakrenarton Gjeja për Xhaferi, ku doktrina e tij vazhdimisht po përçohet në disa fraksione apo në disa krah. Ama dëgjoni tani, unë dua ta them atë të vërtetën që ekziston. Alianca për shqiptarët ka një ndarje që ndodhi në vitin 2024. Apo tani, se sa ndarjet janë kriju brenda atij kontingjentit të ardhentaravarit, atje janë ajo alianca e parë, 2, 3, 4. Të alianca që unë udhëheq nuk ka ndarje tjera. Kjo është alianca e vërtet që ka ngel këtu. Ato që janë ndarë njerë do vazhdojnë të ndajnë, sepse qëllimi i ndarjes tyre ishte prishja e imazhit të aliancës. Dhe unë prandaj e thash, këto veprojnë në drejtim të prishjes së imazhit të aliancës. Në çfarë formë? Po duke
nga një Arbend kalohet të një Arbend tjetër, nga Arbeni te Aziri, nga Aziri te Latifi, nga Latifi nuk e di ke kush tjetër, po është i njëjti koncept, që kam për qëllim t'ja rënojnë imazhin e aleancës në mënyrë që aleanca mos ketë përkrahje tek shqiptarët. Dhe qëllimi i kujt? Si atyre që më sulmuan 27 prill mu. Sepse mos harroni, nuk ishte vetëm vëmëroja 27 prill. Ishte agenti i bija sërbe mbrana parlament. Apo? Gjiva Levici nuk ishte i dërguar prej kudjune por ndonjë qëllim të hajrit. Është linja Moskvë-Beograd që mundoheshte ta ruajë regjimin e Gruevskit me qëllim që mos bëhet ndryshimi i emrit dhe Maqedonia mos jetë sot pjesë e NATO-s. Apo? Në 27 prilli ka bëjë edhe me antarësimin e vendit NATO-s. Dhe gjithë ajo që u bë kishte për qëllim në mënyrë që të stagnohet dhe këtu mos fut. Është pak a shumë skenari, qëllimi i njëjtë, po me skenar ndryshe nga zhvillimet që u bën edhe në Malzi për të pamundsuar antarësimi i Malizit në NATO. Dhe, këto kanë qenë ato që janë bërë. E tash, të gjithë këto, të cilët e vazhdojnë këta ndotjet e imazhit të aleancës për shqiptarët, janë po të njëjtët aktorë që aso kohë donin mos ekzistojë aleanca për shqiptarët, edhe në 27 prill, por edhe tani. Ama, forma se si ka ndodhur joshja, do duhet japë llogari secili për atyre, por një gjë është e vërtetë, themelues vërtet të aleancës janë këtu, janë ka unë tim, bashkëpunëtorët e mi që i kanë pas nga fillimet e para, vazhdojmë që t'i kemi, apo. Mund të ketë njerëz që janë loth dhe për një moment ku janë shtëruar energjit dhe e quajnë u është kriju zhgënjimi mjaftueshëm kur tu nuk vlerësohesh sa duhet nga votuesi dhe sidomos kur sheh që atë që i ke besuar partin, ai ta keq përdor, se çfarë duhet më tepër të ketë një njeri që ti ka thënë hajde bëju kryetar, apo. Dhe ke bë kryetar dhe ai ta prish partin. Tani mund të ketë përkohësisht njerëz që i kanë humbur energjitë dhe janë zhgënjur, por që janë aty dhe do rikthehen shpejt në aleancën shqiptare. Shija e vërteta është që nuk janë bërë shumë aleanca për Arbenit, po ajo as aleancë nuk është. Ka një grup njerëzish që shfrytëzohen për qëllimet e veta nga aktorët huaj, të cilët historikisht kanë dëmtuar shqiptarët. E shihni të mundshme rikthimin e bashkëpunimit tuaj me Vendiqirën apo nuk do ketë mundësi të rikthehen raportet? Unë s'kam pasur dhe një bashkëpunim me Vendiqirën. Ai ka qenë një ndër përkatësit e lëvizjes për reforma dhe aleancës, natyrisht duke pas parasysh që ai është biznesmen dhe është marrë me biznes. Mund të qenë votues i imi, po çështja e votës është çështje e mëshirë. Unë them me siguri që ky ose ai. Tani bashkëpunim, thash jam i hapur për çdo lloj bashkëpunimi, por gjithë ato të cilët kanë një vizion më afatgjatë se ku duhet të jemi ne. Jo personalisht, po ku duhet të jenë shqiptarët. Mbas 10 vitesh, ku duhet të jenë shqiptarët dhe ku duhet të jenë edhe komunat, mbas 5 vitesh. Dhe rruga që duhet zgjedh, le të shërbejë edhe si këshill për gjithë, është sa më i pastër dhe jo në hipotek të të huajt, aq më i vërtet dhe më i suksesshëm do jesh në jetë, por edhe në çdo punë që e bën. Ime tek pyetja fundit, tek pjesa programore e lëvizjes shqiptare në kongres do ketë ndonjë ndryshim prej programit aktual të aleancës për shqiptarët, do ketë ndonjë rifreskim të pikave programore, do ketë ndonjë ndryshim? Natyrisht që pikat programore ngelen janë çështje të cilët e platforma janë çështje të cilët duhet pasuruar edhe si pasojë e momentit politik dhe zhvillimeve politike që ndodhin nga kongresi i fundit te kongresi tjetër që bëhet dhe kuptohet që do të ketë ndryshime. Por ngelet e pandryshueshme ideja që Maqedonia e Veriut duhet të funksionojë si shtet binacional. Me shembujt edhe plot të vendeve tjera të botës demokratike dhe civilizuar flas. Jo për
totalitarizma e shtetet të cilët janë akoma në komunizëm me mendësi të tilla. Natyrisht që do të ketë edhe risi të tjera, ne mund marrim edhe segmentet ndryshme. Për shembull, kuptohet Badenterin që e përmenda që është si nevojë që lind si rezultati kësaj që bëni tani gjykata kushtetuese, apo ja. Për shumë segmente tjera në formën se si ne, për shembull, një ndër çështjet që është objekt edhe i programit politik dhe platformës të Aleancës, është ky debati që zhvillohet në lidhje me provimin e jurisprudencës. Apo është një drejt që të garantohet, është një drejt që garanton ligji, apo por gjuhët. Është një drejt që është shumë normale dhe s'ka nevojë protesta, por që pamundsohet. Apo ja. Dhe argumentet që përdoren fatkeqësisht ose fatmirësisht u japin të drejtë të ajo që vazhdimisht e kam thënë. Dallimet kulturore ndërmjet maqedonëve dhe shqiptarëve janë të mëdha, sepse bëhet fjalë për gjuhë që nuk kuptohen me njëra tjetër. Apo. Dhe prandaj edhe rregullimi shtetëror duhet të rregullohet në bazë të këtyre dallimeve kulturore. Argumenti bazë që kur kërkohet provimi jurisprudencës dhe thuhet po gjua juridike duhet të jetë gjua maqedone, apo është gabim, edhe duke thënë që s'ka shtet në botë që ka në dy gjuhë gjykatëse, është shumë pa vërtet, për shkak se ti e ke Kanadan, që ka sistem gjyqësor edhe në anglisht edhe në frëngjisht, e ke Belgjikën që e ka edhe në valonisht edhe gjuhë flaminge, apo? Dhe Gjermane, sepse ke edhe 5% popullatës Gjermane atje, e ke Zvicrën, po ashtu që ka në gjithë gjuhët zyrtare të cilët i kanë, e ke Finlandën, që edhe pse suedezët janë një pakic që nuk e di janë 1% a 3% e numrit përgjithshëm të popullsisë, e kanë suedishtën në nivel qendror gjuhë zyrtare, dhe komunat që janë pastra me suedez, edhe pse janë pakic, vetëm suedishtën e kanë gjyqë zyrtare dhe sistemin gjyqësor e kanë në bazë. Dhe por baza, në bazë të kujt është e organizuar, kjo është merret për bazë kriteri territorial ose kriteri individual. Cili është kriteri territorial? Kriteri territorial mund të jetë tetova, mbas logjikës përfaqësimit që e përmenda pak më herët. 90% janë shqiptarë. Po gjykata themelore të tonë duhet të jetë vetëm në gjuhë. Apeli, që është postivar dhe gjykata duhet të jetë në gjuhë shqipe. Strung, ku shumica janë shqiptarë, duhet të jetë në gjuhë shqipe. Në qoftë se zgjedhim kriterin territorial. Në qoftë se zgjedhim kriterin individual të gjuhës që e flet. A ka dy gjuhë zyrtare në nivel shteti? Po. Atëherë, e drejta e qytetarit është që të kërkojë në cilën gjuhë do të zhvillohet procesi gjyqësor, ndërsa institucioni duhet të jetë i përgatitur me gjykatës dhe prokuror të dy gjuhëve dhe kushti për punësimin e çdo gjykatësi dhe prokurori dhe administratori, sidomos në qytetet me përzierje etnike, ku shqiptarët janë shumicë, duhet të jetë gjuhët shqipe dhe maqedone ta dijë çdo i punësuar në administratë. Këto janë praktikat e vendeve të BE-s. Kështu që të gjithë këto do të jenë koncepte dhe ide të Aleancës për shqiptarët që do të votohen në kongresin të cilin e kemi tashmë. Ky është vizioni jot. Do jetë i realizueshëm për atë sa do na përkrahet ky popull. Por nuk do të zhveshemi nga lëkura jonë, nga ajo që jemi dhe do të vazhdojmë të punojmë në këtë drejtim. Zotri Sela, ju faleminderit për prezencën e juaj, shpresoj që do rishihemi në intervistat e ardhshme. Kënaqësi, patjetër që do rishihemi. Shikues të nderuar, ishte kjo intervista e sotme, ju faleminderit për vëmendjen, rishihemi në erat e ardhshme.